Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Vazhdim të mësimeve mbi edukimin e fëmijëve. Do të flasim mbi mirësinë e edukimit të fëmijëve. Enesi radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men 'ala jariyatayn hatta tablugha جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه." Kush kujdeset për dy vajza derisa ato të arrijnë moshën e pjekurisë, derisa ato domethënë të martohen, kujdeset për to, i edukon, i mëson me fe, derisa ato të arrin moshën e pjekurisë, që nuk kupton derisa ato të martohen, unë dhe ai do të vim si këta gishtri në ditën e gjykimit, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka bashkuar gishtat e tij. Sipas një transmetimi tjetër ka thënë: unë dhe ai do të hyjmë në xhenet si këta dy gishta, gishti tregues dhe gishti tjetër që vjen pas tij. Që do thotë se ky njeri do të shoqërojë profetin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Jabir radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i ka 3 vajza dhe i edukon ato, kujdeset për to, tregohet i mëshirshëm me to, u plotson nevojat atyre, ato do të jenë mbrojtje për të nga zjarri i xhehenemit. Than, po ai që i ka 2 vajza i dërguar Allahut, tha dhe ai që i ka 2 vajza. Pra ato do të jenë mbrojtje për të nga zjarri i xhehenemit, do të jenë sebeb që ai shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Profeti ka theksuar këtu në këtë hadith edukimin e vajzave. Ka thënë yu'addibuhunna, kush i edukon ato? I edukon me fe, me besimin islam, me ibadet, të kryen detyrat, të falen namazin, të jenë me mulesë, të jenë me moral, me turp, me nder, derisa ato të martohen, do arrijë këtë mirësi të madhe të përmendur në këtë hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e citova dhe në mësimin e mëparshëm, ka përmendur se njëra nga ato vepra, njëra nga ato gjëra që i bëjnë dobi njeriu pas vdekjes së tij, është edhe fëmia i mirë që bën lutje për ta. Pra veprat e mira që bën fëmia i quhen sevap edhe prindit. Sipas një hadithi tjetër të Abu Hurairës radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal 'abda la turfa'u lahu darajatuhu fil janna, fa yaqulu ay rabbi anna li hadha." Robi i ngrihet grada në xhenet dhe thot: o Zoti im, nga më erdhi mua kjo? Fa yaqulu bi istighfari waladika lak. Për shkak se fëmia yt ka kërkuar falje Allahut të lartësuar për ty pas teje. Një pikë tjetër është cilësitë e edukatorit të suksesshëm. Çfarë cilësish duhet ketë një prind që do të ketë sukses në edukimin e fëmijëve? E para, duhet që të ketë dituri feje. Të njohë çështjet e besimit, të njohë adhurimin që do të kryej për Allahun subhanahu wa taala, të njohë rregullat e kontratave që do të lidh me njerëzit. Pra atë që ka detyrë ndaj Allahut të lartësuar duhet ta njohë, atë që është gjuna ta di që të ruhet prej saj. Po gjithashtu të njohë edhe rregullat e kontratave në mënyrë që të bëjë atë që është e lishme dhe të mos bëjë atë që është haram. Kuptohet që dija e fesë nuk është thellimi në njohuritë fetare, nuk është detyrë për çdo njeri, por çdo njeri duhet të njohë ai sa e ka detyrë për çështjet e fesë, të njohë Zotin e tij, fenë e tij, profetin e tij, të njohë ato gjëra që ka detyrë, të njohë të drejtat, po të njohë ato gjëra që janë gjuna, që janë haram, në mënyrë që të ruhet prej tyre. Atëherë një edukator i suksesshëm duhet që të ketë dituri fetare, pasi në qoftë se ai nuk ka dituri fetare, nuk ka çfarë do t'i jap
fëmijës së tij. E në qoftë se nuk e ndjen domethënë që nuk e ka atë formimin, nuk e ka aftësinë që ta edukoj me dije fëmijën, në këto kushte duhet që t'i krijojë mundësinë fëmijës që të marrë dituri fetare aq sa i mjafton, duke çuar në mësimet që jepen për xhamia apo që jepen në qendra ose duke pajtuar një hoxha, një thirrës apo njëri ditur që t'ia mësojë atij fëmijët. Kështu prindi ose edukatori duhet që të ketë dituri që fëmia të ruhet nga shirku, të ruhet nga devijimet, të ruhet nga idetë e gabuara. Të shumta janë idetë e këqija në kohën tonë që mund ta nxjerrin fëmijën nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ndodh që fëmijët e familjeve islame mund të marrin probleme, mund të marrin dyshime, mund të krijojnë bindje të këqija, madje mund të dalin nga feja e Zotit subhanahu wa taala. Kjo gjë ndodh në trevat tona, po ndodh edhe në viset perëndimore. Për shkak se ata që përhapin idetë e këqija janë shumë, përhapin ateizmin, materializmin, mosbesimin në ditën e gjykimit, mosbesimin në profecinë. Ndaj prindi duhet të jetë i aftë të flas fëmijës për besimin në Zot, që është çështje e natyrshme, është fitra, argumentet e ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse fëmia e ka të ngulitur këto në mendje, e ka të ngulitur në natyrë, në fitra, besimin në Allah, dashurinë për Allahun, adhurimin në Allahun subhanahu wa taala, po ka nevojë që të ketë argumente që kur të ndesh njerëz të tillë, kokfort që mohojnë ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala, të dinë që të përgjigjet atyre me argumente dhe që dyshimet e tyre të mos punojnë, të mos ndikojnë në zemrën e tij. Gjithashtu mbi profecinë, argumentet e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bëjmë mirë që fëmijës t'i mësojmë disa nga argumentet e profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe argumentet e ringjalljes, pra çështjet kryesore të besimit, argumentet kryesore të besimit, duke qenë se fëmijët jetojnë në një ambient tillë, shkolla që i brymosin me ide të këqija, shoqëri që përhap ide të këqija, mjete informacioni apo rrjetet sociale të cilat mund ndikojnë tek njerëzit. Duke qenë se situata, gjendja është e tillë, atëherë ne lipset që t'i ofrojmë dituri fëmijës, t'i mësojmë argumentet në mënyrë që fëmia të jetë i përgatitur. Dhe kur të rritet, të ketë aftësi që të përballet me kundërshtarët e Islamit. E dyta, ta ruaj amanetin. E kam fjalën për amanetin që na ka besuar Allahu subhanahu wa taala, që është përgjegjësia fetare, zbatimi i detyrave të fesë, largimi nga gjunahet. Duhet që prindi, edukatori, të zbatojë detyrat, të ruhet nga gjunahet, të respektojë ligjet e fesë, se kjo është amanet që na ka besuar Allahu i lartësuar, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Gjithashtu duhet që të përmbahet fesë, të përmbahet rregullave të shariatit, të përmbahet fesë me zemër, me bindje, me nënshtrim, me përulje, me frikë prej Allahut, të lidhë zemrën me Allahun subhanahu wa taala, por edhe në dukje të respektoj ligjet e fesë, mësimet dhe çështjet e fesë. Këtu hyn edhe rujtja e amaneteve të njerëzve. Nëse dikush ta ka besuar një amanet, duhet që ta çojmë vend amanetin, ta respektojmë amanetin. Dhe kjo hyn ke ajo përgjegjësia që na e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Pra, një edukator i suksesshëm duhet të jetë i besueshëm. Duhet ta ruajë amanetin. E treta, aftësia. El-quwa, aftësia. Do më thënë, të ketë aftësi për zbatimin e rregullave të fesë, zbatimin e urdhrave, të largohet nga gjunahet, aftësi për drejtimin e familjes sipas ligjeve, mësimeve dhe rregullave të fesë. Dhe kjo hyn nga ajo që ne e quajmë el-qawame. Burri është përgjegjës për familjen, është kujdestar. Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ky duhet të ketë aftësi për drejtimin e familjes, për zbatimin e ligjeve, rregullave, mësimeve dhe çështjeve në familje.
duhet që gruaja ta ndihmoj burrin për menaxhimin e familjes, që prindit ketë autoritet ke fëmijët dhe të mos përpiqet që t'ja rrëmbej atij autoritetin, t'ja rrëmbej atij përgjegjësinë. I pari familjes është burri. Dhe ai duhet ta ketë aftësinë dhe autoritetin për zbatimin e këtyre rregullave. Nëse gruaja e ndihmon në këtë proces, por ajo do të gabonte nëse do të përpiqej që ta merrte vetë drejtimin e familjes. Kjo familje do të ishte e dobët. Fëmijët do të jenë të dobët. Dhe shumë familje kanë këtë problem. Për shkak se nuk ka autoritet bashkëshorti, për shkak se prindi nuk ka autoritet tek fëmijët, fëmijët dalin të dobët. Gjithashtu duhet që të bëj kujdes, bashkëshortja duhet bëj kujdes, nëna duhet bëj kujdes dhe të mos i nxjis fëmijët kundër babait. Mos përpiqet që t'i bëj krah të vetes fëmijët për të marrë autoritetin e drejtimit të familjes. Ka gra që e kundërshtojnë bashkëshortin në fshehtësi me fëmijët. U flet fëmijëve në fshehtësi kundër babait të tyre. Përmend problemet e babait të tyre, ose përmend dhe gjëra që nuk qëndrojnë. Dhe kjo e cënon në autoritetin e prindit në familje. Dhe bën që çështja e drejtimit të familjes të mos jetë ashtu siç duhet. Kështu që për drejtimin e një familje suksesshme, për edukimin e fëmijëve, duhet një prind autoritar, i aftë, që ka forcë, ka mundësi që drejtoj familjen, të zbatoj urdhrat, të ndaloj nga haramet, zbatohen çështjet dhe ligjet e fesë në këtë familje. Kuptohet ligjet dhe çështjet që kanë bëjnë me familjen. Një cilësi tjetër është drejtësia. Duhet që prindi t'i trajtoj fëmijët me drejtësi, deri dhe përkëdheljen e tyre. Ti përkëdhel në mënyrë të barabartë. Djalin dhe vajzën ti përkëdhel në mënyrë të barabartë. Ka treguar Enesi radhiyallahu anhu se një burr po rrinte me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe aty vjen djali, e mori djalin, ky burri pra, e vendosi në prerjen e tij dhe e puthi. Pastaj erdhi vajza, e mori vajzën, e vuni pranë tij dhe nuk e puthi. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Hella adalta bainahuma?" Do të ishte më e mira që ti me më e drejtësi ndërmjet tyre. Sigur më e drejtësi. E fela sawayta bainahuma? Pse nuk i trajtova në mënyrë të barabartë? Pra, duhet barazia, sipas të hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe në përkëdhelje. Drejtësia atëherë në marrëdhëniet me fëmijët, raportet me fëmijët. Duhet drejtësi dhe në përkëdheljen e fëmijëve, dhe në afrimin e fëmijëve. Drejtësi dhe në dhuratat që i jepet fëmijëve dhe shpenzimin që bëhet për fëmijët. Ka treguar Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu se babai i tij desha që t'i jepte një dhuratë me kërkesën e nënës së tij. Por nëna e tij i thot bashortit, thot babait të Nu'manit, pra Beshirit, i thot: "Do shkosh dhe do kërkosh nga profeti që dëshmoj për këtë dhuratë që do t'i japim fëmijës." Shkon ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Unë ja kam dhënë një dhuratë fëmijës tim dhe dëshiroj që edhe ti të jesh dëshmitar." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "A ke fëmijë të tjerë veç ti?" Tha: "Po." "A u ke dhënë gjithë fëmijëve të tjerë siç i ke dhënë këtij?" Tha: "Jo." I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Unë nuk dëshmoj për diçka të rreshme, për padrejtësinë." I tha: "Unë nuk dëshmoj për këtë gjë sepse është e padrejtë." Dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "A dëshiron që të respektojnë në mënyrë të barabartë? Atëherë duhet që ti trajtosh edhe me dhuratat, me shpenzimin në mënyrë të barabartë. Nëse dëshiron që shpenzimin, që respektin ta tregojnë të gjithë njësoj ndaj teje." Dhe profeti urdhëroi që këtë sadaka ose këtë dhuratë ta kthente prapë. Ka prindër që gabojnë në këtë pjesë. Nuk i trajtojnë fëmijët në mënyrë të barabartë. Dhe kjo pastaj mund shkaktoj probleme ndërmjet fëmijëve. Mund bëhet sebeb që fëmijët të urrejnë njëri tjetrin,
që të keni natë njëri tjetrin, të keni smirë njëri tjetrin, mund bëhet sebeb që fëmijët mos respektojnë prindrit. Gjithsesi, fëmijët edhe nëse e kuptojnë, sidomos kur janë të rritur, edhe nëse e kuptojnë se prindrit anojnë nga njëri nga fëmijët, e duan më shumë, e përkëdhelin më shumë, ose i japin më shumë, ai nuk duhet heq dorë nga respekti për prindrit, sepse e ka detyrë. Ata janë njerëz, edhe mund të gabojnë, mund të kenë ndonjë tmet, prindrit mund të kenë ndonjë tmet në marrëdhëniet e tyre me fëmijët. Ne e përmendëm që prindrit duhet të jetë i drejtë. Dhe në mënyrë që të ketë sukses në edukimin e fëmijëve, duhet që t'i trajtojnë në mënyrë të barabartë. Edhe ke ndjenja që shpreh. Zemrën nuk e kemi në dorë, ka dorë Allahu i lartësuar. Por amo lavdratat që shpreh, bisedën që bën, të mos lavdroj një fëmijë, në sytë dhe të shaj tjetrin, ose kur flet për fëmijët në një mezhlis, njërin e lavdron, tjetrin e shan, kjo është problematike, dhe kjo ka ndikim tek fëmijët, mund shkaktojë urrëtie, smir dhe probleme. Por mund ketë arsye që prindi jep diçka njërit për fëmijëve, mundet që një fëmijë të jetë i smur dhe ka nevojë për kujdes shëndetësor. Këtu shpenzon ai sa e ka të nevojshme dhe kuptohet që do jap diçka që s'u jep të tjerëve. Ose njëri nga fëmijët ka një nevojë, tjerët nuk e kanë. Njëri është i varfër, tjerët nuk janë të varfër. Njëri ka nevojë për martesë, tjerët janë martuar dhe ja plotson nevojën atij. Ose njëri nga fëmijët është i vogël dhe ka nevojë për kujdes, ka nevojë për shkollim. Ju do t'rregoj më shumë kujdes për ta. Ose fëmia që është i vogël, e përkëdheli më shumë se sa fëmijët që janë të rritur. Pra këto çështje nuk bëjnë problem. Edhe nuk hyn ke padrejtësia. Ama fëmijët që janë të dy të vegjël, duhet me i trajtuar të dy në mënyrë të barabartë. Një cilësi tjetër është kujdesi, meraku dhe interesimi. Të tregojmë kujdes për edukimin e fëmijës. Ta kemi merak. Të interesohemi shumë për edukimin e fëmijëve. Mirë po, në këtë pikë, gabohen shumë prindër. Ka prindër që mendojnë se interesi dhe maraku do të thotë, domethënë, me të epruar me përkëdheljen e fëmijës. Duhet me përkëdhel fëmijët, duhet me i ushqyer me dëmshuri, me mëshirë, me ndjenja, se është lidhje prind dhe fëmijë. Por mos e teprojmë me përkëdheljen e fëmijëve. Dhe nuk është ky ai interesimi që kërkohet. Ka prindër që kanë shumë frikë për fëmijët dhe të ardhmen e fëmijëve, për shembull, për shkollimin e fëmijëve, për zanatin, profesionin, të ardhmen, sigurinë, shnetin e fëmijës. Marak domethënë deri në tepri. Maraku më i madh duhet të jetë që fëmia të jetë adhuruesi i Allahut. Shqetësimi më i madh ky duhet të jetë. Çështjet e tjera rregullon Allahu subhanahu wa taala. Merakun më të madh duhet kemi që fëmia të jetë në rrugën e ahiretit. Se po që fëmia në rrugën e ahiretit, Allahu subhanahu wa taala do ja përmirësoj, do ja rregulloj punët e dynjas. Men kanat al-akhiratu hammu, jama'a Allahu shamla, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, kush ka si synim ahiretin, kjo është synimi kryesor i tij, Allahu subhanahu wa taala do ta bëjë të përqendruar, do t'ja bëjë mbar të gjitha punët e dynjas. Do t'i jap kënaqësi në zemër me aq sa i ka dhënë. Ndihet mirë në zemër. Dhe do t'i vi dynjoja e nënshtruar e përulur. Do të thonë nuk do lodhet shumë në kërkimin e mjeteve të jetesës. Do ja lehtësoj Allahu i lartësuar. Wa man kanat ad-dunya hammu. Kush ka si synim kryesor dynjon, ose synon vetëm dynjon, nuk e synon ahiretin. Ky i fundit është kafir, nuk e beson fare ahiretin. Kurse ai që ka synim kryesor dynjon, siç është shumica e muslimanëve, po e beson edhe ahiretin, ama e ka synim dytësor, këta janë muslimanë të dobët. Atëherë kush ka si synim dynjon të profetit sallallahu alaihi wasallam, farraqa Allahu alaihi shamla. Allahu nuk do t'ja bëjë mbar çështjet e dynjos, punët e dynjos. Do ketë sukses këto. E dyta, Allahu do ja vendos varfërimin midis dy syve. Wa nasaba faqrahu bayna aynay. Do nga do shikon varfërinë. Ka frikë nga varfëria, nga ardhmja, nga jetesa.
Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Dhe nuk ka për të ardhur nga kjo botë vetëm se aq sa është caktuar për të. Ka fëmijë që merakull dhe interesimin për fëmijën e tregojnë duke e mbikëqyr fëmijën rreptësisht në gjithçka, duke e vëzhguar gjithë kohën. Ai sa nuk e lën fëmijën që t'i plotësoj vetë nevojat e veta. Nuk e ngarkojnë fëmijën me asnjë punë. Nuk e mësojnë fëmijën që të kryejë asnjë punë. Nuk ja besojnë fëmijës asnjë çështje dhe asnjë punë. Ky fëmijë rritet i dobët, me vullnet dobët, me vendosmëri dobët, shpesh herë i paaft dhe i pak suksesshëm në jetë. Ka fëmijë që merakun e tregojnë, ka prindër që tregojnë domethënë merakun duke ia plotësuar fëmijës gjitha dëshirat. Dhe kjo e dëmton fëmijën. Domethënë ka prindër që e prishin moralin e fëmijës me duart e tyre. Shkatrojnë të ardhmen e fëmijës me duart e tyre, për shkak se ja plotësojnë gjitha dëshirat. Ja plotësojnë gjitha tekat. Dhe kjo është e gabuar. Ca dëshira i plotësohen fëmijës, po ca dëshira nuk i plotësohen atij, po për këtë çështje mund të flas edhe pak më pas. Për shembull, nëna mund ta ndaloj fëmijën nga loja. Fëmia ka nevojë për zbavitje, për argëtim, për lojë, ka nevojë të dalë, qëndroj me shokët. Prindi do kujdeset edhe për fëmijën kur dal dhe do ta shikoj me këtë shoqërohet. Por duhet që prindi të jap mundësinë fëmijës të argëtohet, dhe të luajë, dhe zbavitet, dhe zhvillohet fizikisht. Kështu që nëse nëna izolon fëmijën nga maraku i madh, nga frika e madhe, ky nuk është interesim në vendin e duhur. Përkundrazi, kjo sjellje është e dëmshme për fëmijën. Ose ka prindër për shembull që nuk e ngarkojnë fëmijën me asnjë punë, babai se ngarkon me asnjë punë, domethënë me pretekstin se është i vogël fëmia. Fëmia ka nevojë që të rritet, ta mësojë një punë, të di si të mirëmaj veten, si mund ta kryejë një punë të shtëpisë, si mund ta bëjë një hall, po edhe një mall mund ta blej, një amanet mund ta ruaj. Diçka mund ta çojë në vendin e vet, prindin mund ta ndihmojë në punët e tij. Pra në këtë mënyrë fëmia rritet i dobët me vullnet dobët. Po ç'është kujdesi, maraku, interesimi për cilin ne flasim? Kujdesi i sakt. Kjo do të thotë që fëmijën ta mbikëqyrësh vazhdimisht dhe rregullisht, që ai të jetë një fetar i mirë, të kryejë mirë detyrat e fesë, të ruhet nga gjunahet, po edhe të ruhet nga gjërat e dëmshme të kësaj bote. Kështu që këtë proces e kryen një edukator që ka durim. Është proces i gjatë. Mbikëqyrje e vazhdueshme, kujdes i vazhdueshëm, interesim i vazhdueshëm derisa fëmia vetë, domethënë, të arrijë të mahet, të ketë qëndrueshmëri në fenë e Allahut, të formojë familje. Kështu prindi duhet që të tregojë interesim që fëmia ta kryejë ibadetin sakt, të kujdeset çdo ditë për ibadetin e fëmijës. Në çdo kohë namazi kujdeset që fëmia ta falë namazin në kohën e vet, dhe ta falë namazin ashtu siç duhet. Të kujdeset për agjërimin e fëmijës, për moralin e fëmijës, për edukatën e tij. Të kujdeset për dhikrin ditor, nëse fëmia bën dhikrin apo jo. Të kujdeset gjithashtu për shoqërinë e fëmijës, me kë shoqërohet fëmia. Po kjo ka nevojë për kujdes dhe interesim të vazhdueshëm. Të kujdeset mos fëmia ka marrë ndonjë ide të gabuar, se ndoshta në shkollë, ose nga shokët, ose nga rrjetet sociale, ose nga mjetet e informacionit, mundet që të ketë marrë ndonjë ide të gabuar që ndikon ke fëmia, mund të hyjë ndonjë dyshim dhe mund të dalë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Një nga problemet që shfaqen në këtë aspekt është mungesa e prindërve në familje. Kohë gjatë mungon prindi në shtëpi. Për shembull, nëna
punon jashtë shtëpia. Në qoftë se nëna punon jashtë shtëpia, çështja e kujdesit për fëmijën, interesimit për fëmijën bëhet më e dobët dhe bëhet më e vështirë. Nuk them se është e pamundur, se ka raste kur femër i lejohet që të punojë jashtë familjes, raste nevoje kështu me radhë. Por duhet që të ketë përparësi edukimi i fëmijës. Dhe ata që merren me edukimin e fëmijëve, ata që u japin mësime feje fëmijëve, kanë konstatuar se fëmijët që nuk i kanë nënat në shtëpi kanë probleme më shumë se sa fëmijët që e kanë nënën në shtëpi. Kjo kryesisht ka përjashtime, por kryesisht kështu ndodh. Kanë treguar vëllezër të ditur që u japin mësim fëmijëve. Dhe kanë konstatuar se fëmijët e një familje, një shtëpie ku nëna punon jashtë shtëpie dhe mungon shumë në shtëpi, kanë më shumë probleme. Probleme që i kanë marrë me njëri tjetrin, që i kanë marrë në shkollë, i kanë marrë në rrugë e kështu me radhë. Ndaj parapëlqehet që nëna të rrijë në shtëpi. Kjo është më e mira. Kështu tregon më shumë interesim për edukimin e fëmijëve. Nuk e thash që është haram të punësohet jashtë shtëpie, pasi lejohet, domethënë sipas kushteve, domethënë që ka caktuar feja që të jetë një punë që nuk është haram dhe në një ambient që është i lejueshëm, por gjithsesi më e mira për ta është të rrinë në shtëpi, sikur se ka thënë Allahu i lartësuar wa qarna fi buyutikunna, qëndroni në shtëpitë tuaja. Një problem është dhe mungesa e babait në shtëpi. Nëse babai mungon shumë, domethënë, mungon gjatë. Nuk është i pranishëm në shtëpi për një kohë gjatë, edhe këtu mund të shfaqen probleme për edukimin e fëmijëve dhe mund të ketë, domethënë, dobësi sa i përket interesimit për fëmijën, kujdesin për fëmijën, marakun që duhet të tregohet për edukimin e fëmijëve në rrugën e hajrit. Po nëse prindi ashtu e ka punën, kështu i ka kushtet, do mungoj një kohë gjatë, do mungoj disa muaj. Ose domethënë do vi vonë natën në shtëpi, do ik herët para sabahut dhe nuk i bie të takohet me fëmijën vetëm se e gjen gjumë fëmijën e lën gjumë. Dhe do takohet me fëmijët dhe mund kanë treguar prindërit që kanë këtë problem. Dhe do takohet me fëmijën vetëm një herë në javë ditën e pushimit. Atëherë çfarë duhet bëj ky që të kujdeset për fëmijën? Sepse fëmijët mund i dalin duarsh. Duhet ketë një bashkëshorte të aftë, të mirë, që ka marak dhe shqetësim edukimin e fëmijëve. Në mënyrë që fëmijët ja lëjnë në përgjegjësinë e saj. Edhe vetë punon, siguron mjetet e jetesës, ndërsa nëna merret me edukimin e fëmijëve. I çon xhami, edukon aty, kujdeset për ta. Në qoftë se nuk ka siguri ke bashkëshortja, që ajo po e kryen këtë detyrë, atëherë ai duhet ndroj punë. Duhet sakrifikoj. Dhe ndoshta do të flas edhe pak më pas për sakrificën që duhet të tregojmë për edukimin e fëmijëve. Gjë të cilën nuk e bëjnë shumë prindër. Çështjen që ndonjëherë lipset sakrifikojmë. Ndoshta do lënë një vend pune, ndoshta do të lënë të ardhurat më dha, po ama shpëton fëmijën. Edukon fëmijën në rrugën e ahiretit. Ndërsa prindi që nuk është i gatshëm të sakrifikojë dynjon apo një pjesë dynjos për hir të edukimit të fëmijëve, mund të rrezikojë. Një problem tjetër është domethënë që ka prindër që kanë mundësi të qëndrojnë familje, por qëndrojnë jashtë shtëpie. Për shembull rri deri në orët e vona në rrugë ose në klub, ose rri para televizorit, ose rri në rrjetet sociale, duke pa harame, pas një farë dobie dhe neglizhon fëmijët, nuk merret me fëmijët. Vend që të kaloj në pjesë të kohës me fëmijët. Mbi këqyr çështjen e tyre, interesohet për namazin e tyre, interesohet për zhvillimin e tyre, interesohet për moralin e tyre, i pyet dhe për mësimet që kanë marrë, mos kanë marrë në ide të gabuar, ndonjë dyshim, interesohet nëse kanë shkuar me mësu Kur'an, kanë shkuar me mësu arabisht, kanë shkuar me mësu fen apo nuk kanë shkuar me mësu fen. Ka prindër për shembull që nuk kujtohen fare me mësu fen fëmijëve.
normale që këta janë të papërgjegjshëm. Ka prindër që kujtohet vetëm gjatë periudhës verës. Edhe kjo është e pamjaftueshme për kushtet tona. Një kurs veror, është e pamjaftueshme për kushtet tona. Pasi fëmijët tonë nuk jetojnë si fëmijët në kushtet e fëmijëve para 1 shekulli apo 2-3 shekujsh, kur nuk ishin këto shkolla që janë sot, nuk ishte ky ambient që është sot, nuk qarkullonin këto ide të këqija që i fusin dyshime fëmijës si në kohën tonë. Sot ke një ambient të pist. Shkollat kanë shumë probleme, tekstet mësimore kanë probleme, rrjetet sociale, e kështu me radhë domethënë. Atëherë nevojitet që fëmijës me i dhënë dituri, fëmijët edukohet në ambientet e dijes, në xhami, në qendrat, shoqatat ku merret dije feje, ose në familje, në shtëpi, nëse krijohen kushtet për mësime feje për dituri. Po amo, pa marr fare, domethënë fëmia merr vetëm një uri të dynjos dhe ide të këqija, ushqehet me to. Dhe nga ana tjetër nuk merr dije feje, nuk mëson argumente për të përballur me dyshimet. Çfarë ndodh me këtë fëmijë? Kryesisht do rritet me probleme. Për këtë arsye, unë e konstatoj në Shqipëri. Këtu në Kosovë inshallah situata është, gjendja është më e mirë. Po në Evropë ky problem është, domethënë, me shumicë. Fëmijë të dobët ose fëmijë me dyshime, ose fëmijë të dobët në fe, ose fëmijë me dyshime. Rriten fëmijët dhe prindrit përballen me këtë sfidë, me këtë problem. Në shumë pyetje më kanë ardhur mbi problemet e fëmijëve. Madje deri në atë pikë, fëmijë që janë bërë qafira në Shqipëri. Vajza që kanë qenë me shami dhe kanë hajë shamin. Djemë që kanë qenë me namaz dhe kanë lënë namazin. Ose djemë të familjeve islame që, domethënë, mbi 10 vite prindrit me namaz, nëna me babai me paraqitje islame, nëna me shami, ndërsa fëmia nuk fal namaz, sot jam musliman me emër. Nesër nuk e di çfarë do bëhem. Ky fenomen ekziston. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Atëherë duhet të jemi në nivelin e përgjegjshmërisë. Kështu që maraku, interesimi i prindit për fëmijët duhet të jetë i vazhdueshëm çdo natë, çdo ditë, madje çdo kohë namazi. Nëse duam që të rrisim fëmijë të saktë, dikush mund të thotë, po fëmia nuk merr gjunah nëse nuk e fal namazin, derisa të arrijë moshën e pjekurisë. E saktë është që nuk merr gjunah, por prindi që tregohet i papërgjegjshëm, që nuk e edukon me fe, e le pas dorë këtë detyrë, ai merr gjunahun. Sepse Allahu ka urdhëruar në Kur'an që ti mbrojë fëmijët nga zjarri i xhehenemit. Dhe tham që dietarët e kanë shpjeguar, ti urdhërosh dhe ti ndalosh. Ti mësosh ti bindën Allahut. Ti mësosh ti kryen detyrat e fesë të ruhen nga gjunahet. Është detyrë që na ka caktuar Allahu në Kur'an. Dhe gjithashtu na ka urdhëruar profeti në hadith, muru auladekum bis salah. Thotë urdhërojini fëmijët tuaj që të falin namazin. Ka prindër që tregojnë interesim të dobët për qëndrueshmërinë e fëmijëve në fe dhe ahiretin e fëmijëve. Shqetësim më të madh kanë dynjollukun e fëmijës. Me çfarë do ushqehet, çfarë profesioni do të ketë, çfarë të ardhurash do të ketë fëmia. Ky është shqetësimi më i madh. Kjo është pjesa kryesore për ta. Ndërsa qëndrueshmëria në fe, ti qëndroj fesë, të kesh istiqame, ti përmbahet fesë, të kryej detyrat. Domethënë që ahireti i fëmijës, kjo është ahireti i fëmijës. Këtë e ka shqetësim dytësor. Këta prindër kryesisht do kenë probleme me fëmijët e tyre. Dhe në botën islame shumica e prindërve janë të tillë. Shumica, jo pakite. Shumica ka thënë Ibn Rexha për njerëzit e kohës vet kanë përparësi dynjon ka shi ahiretit. E njëjta situatë është edhe në kohën tonë edhe më keq. Prandaj një pjesë e madhe e prindërve kanë probleme me fëmijët, për shkak se nuk e kanë ahiretin e fëmijës përparësi. Nuk sakrifikojnë për fëmijën, këtë çështje e përmenda pak më përpara. Çdo të thotë sakrifikosh. Domethënë të flijosh diçka nga dynjoja, ta lësh diçka nga dynjoja që fëmia të përmbahet fesë, të jetë në rrugën e ahiretit. Për shembull, është me fëmijët në një lagje të prishur dhe po konstaton që fëmijët po dobësohen. Ç'duhet bëj? Të kalojë në një lagje tjetër,
ku mund të shoqërohen fëmijët me fëmijë musliman, ku ka mësime feje, ku shkon rregullisht në xhami, ose është në një fshat ku është dobët në fe dhe rrezikon fëmijët dhe vajzat e tij dobësohen, të kalojnë në një fshat tjetër ose në një qytet tjetër, ose është në një vend, në një shoqëri, në një shtet ku nuk ka shkollë, nuk ka xhami pranë, fëmijët nuk dëgjojnë ezanin, fëmijët rrezikojnë mos rriten me fe, ose shumicën e ditës fëmijët janë nën kujdesin e mësuesve kafira. Atëherë sakrifica është që me i marr fëmijët prej këtu dhe me i çu në një vend ku ka xhami në afër, ku ka një shkollë ku mund të çojë fëmijët, ku ka mësime feje, ku ka shoqëri islame. Pra duhet bëj përpjekje për diçka tjetër. Sakrifica. Profetët dhe shokët e tij kanë bërë sakrificë për të ruajtur fenë. Kanë sakrifikuar vendin më i dashur tek Allahu, Mekën, e kanë lënë për hir të Zotit. Pasurinë, shtëpitë e tyre i lanë. Lanë të afërmit që i doshin për të ruajtur fenë. Ne elhamdulillah jemi këto kushte. Nuk kërkohet për ne të bëjmë një sakrificë kaq të madhe. Allahu na do shumë. A e di dobësinë që kemi ne. Ne jemi në kushte të mira elhamdulillah. Ajo që kërkohet për ne është që sakrifikojmë diçka të vogël nga dynjaja, të kujdesemi për fëmijët. Të interesohemi për fëmijët, për shembull nga një lagje kalojmë në lagje tjetër. Ose nga një fshat në një fshat tjetër, nga një vend në një vend tjetër. Ose nuk e lëm vendin tonë, që është vend islam, dhe shkojmë në një vend mes kafirave, duke rrezikuar gratë tona, fëmijët tonë. Unë kam konstatuar familje që i kam këshilluar, vëllezër musliman që i kam këshilluar para 15 vjetësh, le të themi. 10 ose 15 viteve. Kam shkuar në Evropë, po edhe në Shqipëri kam këshilluar. Ju këshilloj që të ktheheni në fshatin tuaj, vendin tuaj. Keni dhe xhamin aty, jeni një grup, mlidheni aty, bëni mësime feje, rregullisht ju dhe fëmijët tuaj shkoni në xhami që të ruani fenë. Kam frikë për fetarinë e fëmijëve tuaj. Subhanallahu. Ka që ju ndopsuar gratë në fe. Shumica e fëmijëve të tyre kanë probleme. Vajza pa shami, djem pa namaz, shumica e fëmijëve të tyre. Shumë vin lajme tani. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Domethënë kjo nuk do të thotë që të gjithë njerëzit që janë në ambiente të tilla kanë dështuar me fëmijët. Jo, ka që kanë fëmijët e xhairit, ka që interesohen, ka që përpiqen. Por në shumicën e rasteve, nëse prindrit nuk e kanë përparësi ahiretin, do shohin probleme tek fëmijët. Një problem tjetër që mund të konstatojmë. Ka njerëz të xhairit që merren me davet, me dije dhe me davet. Është në një vend, në një fshat, në një lagje ku po bën davet. Mirë, po nuk ka ambient përshtatshëm për fëmijët e tij. Dhe fëmijët po dobësohen në fe. Mirë, po ky mendon që të merret me davet se po ndihmon fen, po përhap fen e Allahut, po mëson njerëz fen, ndërkohë që fëmijët e tij po dobësohen. Atëherë, çfarë duhet bëj ky? A duhet t'i jap në këtë kushte përparësi davetit apo vetes fëmijëve, familjes tij? Ka vëllezër musliman që në këtë pikë gabojnë dhe japin përparësi davetit dhe lën pas dore familjen dhe fëmijët e tyre. Ky është koncepti i gabuar. Allahu i lartësuar thotë: mbro veten tënde dhe mbroni vetet tuaja dhe familjet tuaja. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: ibda bi nafsik, filloj me veten tënde. Në kontekstin e shpenzimit. Në një hadith tjetër ka thënë: wabda bi man ta'ul, fillo me ata që i mban. Filloj shpenzimin me ata që i mban. Hadithet flasin për shpenzimin, por të njëjtën gjykim kanë edhe çështjet e tjera. Pra filloje dijen, davetin me veten dhe me familjen. Me fëmijët. Përpiqu të shpëtosh fëmijët një pikë spari. Kjo është detyra parësore. Në qoftë se ti s'mundesh në një vend shpëtosh fëmijët, atëherë ti je i justifikuar, merr fëmijët, shko atje ku mund të marrësh fëmijët, edhe nëse e ke lënë davetin këtë vend. Je i justifikuar para Allahut. Nëse në qoftë se ti i humb fëmijët këtu për të mësuar fen të tjerëve, në këtë rast nuk je i justifikuar, sepse ka përparësi edukimi i fëmijëve me Islam. Allahu i lartësuar
në disa vende në Kur'an ka përmendur, domethënë ka urdhëruar profetin që të kujdeset për gratë e veta, për familjen e tij. Dhe ne ka përmendur në disa vende në Kur'an çështje familjare të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. O profet, thuaj grave tuaja, nëse ata duan jetën e kësaj bote, vazhdon ajeti. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë urdhër profetit sallallahu alaihi wasallam që t'i mësoj gratë e tij, të kishin përparësi ahiretin kundrejt dynjas. Ja nisa an-nabi, lastunna ka ahadi min an-nisa'i in taqaytunna. O gratë e profetit. Pra, ky kujdes që Allahu i lartësuar tregon për gratë e profetit, të çështje familjare që i tregon Allahu subhanahu wa taala, që lidhen me profetin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, padyshim që kanë urtësi, ka dobi. Se Allahu i lartësuar mund t'ja tregonte këto çështje profetit sallallahu alaihi wasallam pa i shpallur në Kur'an. Por ato janë mësim për ne. Ne nxjerrim shumë mësime nga ato që i ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, në lidhje me raportin e profetit, me bashortet e tij, raportin e profetit, me familjen e tij, raportin e profetit me farefisën e tij, wa anzir ashiratakal aqrabin, para lajmëron farefisën tonë më të afërt. Një nga mësimet që duhet të nxjerrim është se duhet të tregojmë më shumë kujdes për familjet tona, më shumë interesim për fëmijët tonë. Ata kanë përparësi ndaj të tjerëve. Një cilësi tjetër është vendosmëria. Prindi duhet të jetë i vendosur në edukimin e fëmijëve. Vendosmëri do të thotë që çështjet i vendosësh në vendin e tyre të duhur. Të mos tregohesh neglizhent dhe tolerant në rastet ku kërkohet, domethënë vendosmëri. Kërkohet rreptësi. Kërkohet që prindi të marrë vendim dhe mos me treguar ashpërsi në rastet apo në kushtet kur kërkohet dobësi. Kjo do të thotë që prindi të jetë i vendosur për ruajtjen e fesë së fëmijës. Dhe të kërkoj prej fëmijës që të ruaj fenë, të ruaj fizikun, të ruaj pasurinë dhe ta ndaloj fëmijën nga gjërat që janë të dëmshme për ta. Të ketë vendosmëri. Kjo shoqëri është e dëmshme për fëmijën, e ndalon për këtyre shokëve, shoqërohet me tjerët. Ky ushqim është i dëmshëm për fëmijën. Kjo është haram, e ndalon në mënyrë të rreptë. Muzikën nuk ja lejon. Filmat me vizatimor që kanë harame, nuk ja lejon. Kanalet në shqip nuk ja lejon. Se kanë harame. Celularin nuk ja lën përdorim pa kontroll. Është i vendosur, është i rreptë dhe i saktë në këtë pikë. Nuk po them që mos më lën fëmijën që të përdorë celularin në mënyrë të lishme, po i më jam mësuar fëmijës edukatën e përdorimit të celularit, edukatën dhe etikën e përdorimit të kompjuterit. Dhe fëmia prindi duhet të jetë i saktë, duhet të jetë i vendosur, mos jetë i lëkundur, mos jetë i dobët në këtë pikë. Se nëse ai do të jetë i dobët, atëherë do shfaqen probleme tek fëmijët. Prindi duhet të tregoj vendosmëri edhe për të mësuar fëmijës ato zakone, ato çështje të traditës që nuk bien ndesh me fenë. Ne kemi traditë familjare, kemi traditën e vendit tonë. Kështu që t'ia mësojmë fëmijët ato zakone, ato traditat e vendit që nuk bien ndesh me fenë. Çështja e mikpritjes, e vizitave, pritjes njerëzve të fisit, mirësjelljes me komshit, raste gëzimi, raste sprovash, fatkeqësish, ka raste nga më ndryshmet. Ne t'u mësojmë fëmijëve traditat dhe zakonet që nuk bien ndesh me fenë. Ka prindër që tregohen aq të dobët dhe kanë aq pak vendosmëri sa që bëhen robër, domethënë i robron dashuria për fëmijën. I bën shumë dobët. Edhe pastaj domethënë shfaq e përkëdhel shumë fëmijën, ja plotson gjitha dëshirat fëmijës. Nuk merr asnjë mas për fëmijën. Çfarë do lloj gabimi që të bën fëmia? Fëmia mund gënjej, mund të thotë fjalë të këqija. Fëmia mund të mos fal namaz. Fëmia mund të vjedh. Fëmia mund të pi duhan. Po
nuk i bën përshtypje fare, se ata që e do shumë, e përkëdhel shumë, është shumë i dhënë pas fëmijës. Dhe ç'ndodh, asnjë gabim nuk ja korrigjon. Nuk e ndëshkon për asnjë gjë. Domethënë që të marr masa, ta disiplinoj, ta edukoj. Ndëshkimin e përdora domethënë me këtë kuptim. Ky fëmijë rritet me vullnet dobët. Nuk ka vendosmëri. Rrezikon që të shfaq probleme. Por nuk do të thotë vendosmëri që me i kërkuar llogari fëmijës për gjithçka. Me e mbikëqyr fëmijën në çdo lëvizje, për çdo fjalë që thot. Nuk është ky qëllimi. Fëmijës i le hapësirë, i le liri. I jep mundësi fëmijës që të zhvillohet, që të bisedojë, që të ligjërojë, të ketë guxim, të krijojë lidhje me shokët, të bëj punë. Pra nuk e mbikëqyrim gjithçka. Por amo, nëse bën një gabim, e korrigjojmë. Nëse thot një fjalë të keqe, e edukojmë, e kritikojmë. Pra duhet që fëmia, prindit mos e ndëshkojë fëmijën për çdo lloj gabimi. Mos i kërkojë llogari fëmijës për çdo lloj gabimi, se ka gabime të vogla, ka dhe gabime të rënda. Duhet t'rregojë dhe tolerancë, të jetë falës, të jetë i mëshirshëm me fëmijën. Gjithashtu, duhet bëjmë kujdes të mos ia plotësojmë fëmijës gjitha kërkesat, sepse nëse ia plotësojmë fëmijës gjitha dëshirat ose gjitha kërkesat, kjo mund ta prish fëmijën. Jeta luksoze, kushtet ku fëmia i plotëson gjitha dëshirat, i plotëson gjitha tekat, i plotëson gjitha kërkesat, nuk janë kushte të favorshme për edukimin e fëmijës. Dhe ky fëmijë mund të shfaq probleme. Ndaj e mësojmë fëmijën që nuk plotësohen gjitha dëshirat në jetë. Nuk realizohen gjitha kërkesat, nuk plotësohen gjitha tekat. Se nëse vajza për shembull mësohet që të plotësojë gjitha dëshirat, kur hyn moshë pjekurie, zhvillohet për shembull dëshira seksuale, zhvillohet ajo. E pastaj nuk është e aftë që të frenoj veten. Dhe të përmbahet. Nëse ne kemi mësuar me disiplinën, nuk janë tilla të gjitha vajzat. Po ka vajza që janë pa përmbajtura. Nëse prindi do ta kishte mësuar që ca dëshira nuk plotësohen. Do ta kishte mësuar që ajo të di të frenoj veten, të përmbahet, në kushte të tilla ajo mban veten. Se ka frikë Zotin, ruan nderin, edhe i largohet haramit. Edhe ashtu si shembull, po një gjë mund thuhet edhe për djalin, domethënë për djalin. Djali zhvillohet dëshira seksuale tek ai, ose dëshiron që të konsumoj duhan, të konsumoj drogë, të ngjoj muzikë. Edhe nuk ka karakter të fortë që të frenoj veten. Po nëse ne ja kemi kalit, e kemi eduku, që ai të frenoj veten, ta mbaj veten, ai do ketë frikë Zotin, ai do ruhet nga gjunahet, ai do respektoj rregullat e fesë. Duhet të tregohet vendosmëri për fëmijën, ose para se të kaloj ke kjo pikë, domethënë duhet bëjmë kujdes që të mos ia plotësojmë kërkesat fëmijës, edhe nëse ai qan. Edhe nëse fëmia nevrikoset. Edhe nëse fëmia kërkon, plotësoj dëshirën me ngulmim. Madje ta mësojmë fëmijën që kërkesën nuk ja plotësojmë kur qan. Ose kur e kërkon me ngulmim, ose kur nevrikoset. Por kërkesën ja plotësojmë kur është i qetë. Dhe e mësojmë, do të arrish diçka, bëhu i qetë. Kërkoje në mënyrë normale. Mësoj fëmia qetësinë, normalitetin, e të di se si ti kërkoj gjërat. Dhe në kushte qetësie, ka kërkesa që ja plotësojmë, ka që nuk ja plotësojmë. Ndonjë dëshirë ja plotësojmë, dhe ndonjë dëshirë mund mos ja plotësojmë atij. Duhet rreptësi dhe vendosmëri në zbatimin e disiplinës në shtëpi. Do të ketë rregull dhe disiplinë për fjetjen, për ushqimin, për mësimin, oraret e hyrjes në shtëpi dhe daljes nga shtëpia, oraret e ibadetit, dhikrit e kështu me radhë. Ka prindër që nuk kujdesen për disiplinën në shtëpi. Kujdesen. Fëmia ha ushqim kur të det, e le kur të doj, nuk respekton edukatën e të ngrënit, gjumin nuk e bën në oraret e caktuara, flen vonë,
s'fal pasaj sabahu, namazin e sabahut fëmia, sepse ka rënë gjumë shumë vonë. Fëmia nuk qohet dot. Po edhe prindit I dhimbset nuk e zgjon dot. Do ta vinte në gjumë herët, në mënyrë që fëmia të mësohet, zgjohet herët, të fal namazin. Po të plotësoj dhe orarin e gjumit, se fëmia ka nevojë për gjumë dhe do t'i japim orarin e gjumit të plot. O s'dua me thonë me këto që me priguvu, nuk po dua të them që ta privojmë fëmijën nga gjumi, përkundrazi. Unë jam kundër kësaj. Do t'ja plotësojmë të drejtat dhe kërkesat fëmijës, ta rrisim fëmijën të shëndetshëm. Nuk thot feja ne vetëm xhami, vetëm ibadet, vetëm dije. Se kjo nuk është kujdes. Duhet ne respektojmë drejtën e fizikut, drejtën e Zotit, drejtën e robit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Inna li jasadika alayka la haqqan", ke detyrimin ndaj trupit, e drejta e trupit e jetës. Domethënë kujdesin për trupin, kujdesin për jetën, kujdesin për shnetin. E drejta e Zotit, me fal namazin për shembull. E drejta e robit, e drejta e bashortes, e drejta e fëmijës. Kështu që ne do ta ushqejmë shnetshëm fëmijën. Ne do të kujdesemi që fëmijët të plotësojnë orarin e gjumit. Që fëmia zbavitet, argëtohet. Fëmia të lozë me shokët. Fëmia do të jetojnë dhe jashtë shtëpisë. Por do të ketë orare. Orari hyrjes në shtëpi, daljes nga shtëpia, orari I gjumit, orari I ibadetit, orari I dijes, orari I studimit. Duhet disiplinë, duhet rregull. Dhe prindrit bashkëpunojnë me njëri tjetrin në mënyrë që të respektohet kjo disiplinë në familje. Vim ke çështje tjetër, një cilësi tjetër që duhet ta ketë prindi. Prindi duhet të jetë I mirë, të jetë I devotshëm. Prindit e mirë dhe të devotshëm edukojnë fëmijët xhairit. Ai që nuk e ka një veti, zakonisht nuk u jep dot të tjerëve. Faqidu shay la yuti. Prandaj prindrit duhet që vetë bëhen besimtar të mirë, të kryejnë detyrat e fesë, të ruhen nga gjunahet, të përmbahen rrugës së ahiretit, të kenë moral të mirë, të respektojnë drejtat. Prindër salihin, prindër të mirë, kanë mundësi që të edukojnë fëmijë të mirë. Dhe kur prindi është I mirë, Allahu subhanahu wa taala do ta shpërblej me pasardhës të xhairit, do ja ruaj atij fëmijët. Allahu I lartësuar thonë në Kur'an: "Wa kana abuhuma saliha." Babai I tyre, babai I dy jetimëve, ka përmendur Allahu I lartësuar këtë në surën El-Kahf. Babai I dy jetimëve ishte I mirë. Dhe për shkak se babai I tyre ishte I mirë, Allahu subhanahu wa taala ruajti pasurinë e tyre. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bi salahi abihima. Allahu I lartësuar ruajti dy fëmijët për shkak se prindi I tyre ishte I mirë. Ka thënë Ibn Kathiri, Allahu më shëroft, ky tregim është argument se nëse prindi është I mirë, Allahu subhanahu wa taala I ruan atij fëmijët. Kështu që për të pas fëmijë të xhairit, ne duhet që vetë bëhemi shembull I mirë. Ne duhet që të jemi njerëz të mirë. Në mënyrë që fëmia të shohë ibadetin ton, fetarin ton, devocionin ton, sjelljen ton dhe të ndjek shembullin ton. Mirë, po ka prindër që kanë një koncept gabuar. Mendojnë se mjafton që ti jesh vetë I mirë dhe nuk ka pse me I fol fëmijës për fe. Nuk ka pse me të mundohesh që ta këshillosh fëmijën apo ta mësosh fëmijën. Ky është koncepti I gabuar. Madje ky prind ka mangësi në devocionin e tij. Ky mendon që është I mirë, por mundet që tek Allahu I lartësuar të mos quhet njeri I mirë. Pse? Se ka lënë pas dore një nga detyrat madhore që është edukimi I fëmijës. Nëse do të ishte njeri I mirë, do kujdesej për fetarinë e fëmijës, që fëmia të marrë rrugën e ahiretit dhe të ruhet nga të këqijat. Ka njerëz që mendojnë se fëmijët e njerëzve të devotshëm kryesisht nuk bëhen të xhairit. Dhe ky është koncepti I gabuar. Ajeti I Kuranit thotë që babai I tyre ishte I mirë,
Kështu që kur prindi është i mirë, shpresojmë që të shpërblehet me fëmijë të mirë. Kështu që koncepti se njerëzit e devotshëm kryesisht nuk do i kenë fëmijë të xherit, sprov nga Allahu. Kështu thonë shumë njerëz. Po që janë prindër të devotshëm, kryesisht fëmijët nuk dalin të xherit. Sprov nga Allahu. Dhe ata që udhëzohen kryesisht sipas tyre, janë ata që prindët nuk i kanë të xherit, nuk i kanë rrugën e ahiretit. Ky koncept nuk është i gabuar. Ky koncept është i gabuar, Ky koncept është i gabuar. Është përfiturim i keq. Kryesisht, prindrit e mirë do kenë pasardhës të xherit dhe të mirë. Mirë po, ka prindër që mendojnë se janë të mirë, realisht kanë mangësi. Dhe një nga mangësitë e tyre që kanë është se ata nuk edukojnë fëmijët. Ata nuk kujdesen për fetarinë e fëmijëve. Ne konstatojmë që profeti ka edukuar familjen e vet dhe i kishte njerëz të xherit. Shokët e profetit janë kujdesur për pjesëtarët e familjes tyre. Dietarët e ummetit brez pas brezi, muslimanët brez pas brezi. Një koncept tjetër i gabuar. Ka njerëz që mendojnë se fëmijët e atyre që kanë dije feje, fëmijët e thirrsave, fëmijët e imamëve, nuk bëhen të xherit. Ose kryesisht nuk dalin të xherit, ose do dalin me probleme. Si sprov. Dhe justifikojnë domethënë këtë situatë në këtë mënyrë. Edhe ky është koncepti i gabuar. Pasi unë e përmenda pak më parë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka edukuar familjen e tij. Shokët e profetit kanë edukuar fëmijët e tyre. Për shembull Abdullah ibn Umar, është biri i Umerit, dietar. Abdullah ibn Abbas, biri i Abbasit, ka qenë dietar. Salim ibn Abdullah, biri i Abdullah ibn Umerit, Hamza, biri i Abdullah ibn Umerit. Po shohim biografinë e dietarëve, Imam Ahmedi, fëmijët i ka pas dietar si Abdullah ibn Ahmed, që është transmetuesi i Musnedit. Abdullah ibn Abi Daud, biri i Abu Daudit. Ibn Taymija, babajin e ka pas dietar, gjyshin e ka pas dietar. Po edhe në kohën tonë kemi gjetë njerëz të cilët kanë qenë njerëz, domethënë hoxhallar të mirë dhe të xherit, dhe me pasardhë të xherit, dhe vazhdon të ketë njerëz të tillë. Ndonse shumica hoxhallarëve, për shembull në Shqipëri, shumica hoxhallarëve para regjimit komunist nuk lan pasardhës të xherit. Regjimi i shkatroi. Mbiemri më i përhapur në Shqipëri është mbiemri Hoxha. Domethënë që ka pas shumë hoxhallar. Por shumica e këtyre që kanë qenë hoxhallar atëherë, pasardhësit sot ose i kanë pa fe, ose i kanë shumë të dobët në fe. Madje mund të them shumica i kanë pa fe. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Kuptohet që një pjesë e tyre nuk kanë treguar interesimin e duhur. E një pjesë janë sprovuar. Po këtë çështje do të flas edhe pak më pas inshallah taala. Kështu që këtë koncept duhet ta dërmojmë. Kush e vërtetë që ajo fëmijët e xhairit kryesisht nuk kanë fëmijë të xhairit. Nuk është e vërtetë që njerëzit me dije kryesisht nuk do kenë fëmijë të xhairit dhe nuk do kenë fëmijë të devotshëm. Nuk është e thënë që të gjithë fëmijët bëhen me dije. Ajo ku duhet përqendrohemi ne është që fëmijët bëhen devotshëm. Marrin rrugën e ahiretit. Ti kryejnë detyrat e fesë dhe të ruhen nga gjunahet. Të marrin dije aq sa e kanë farz për të kryer detyrat, për të ruajtur gjunahet, për të përmbajtur rrugën e ahiretit. Pjesa tjetër e diturisë kujt ja jep Allahu i lartësuar. A është farz kifaje pjesa tjetër e diturisë. Dhe nuk është e thënë që gjithë fëmijët e muslimanëve të bëhen dietar. Ka fëmijë, ka prindër që e kanë humbur shpresën në përmirësimin e fëmijëve. Kushtet ku jemi ne, ambienti ku jemi ne, nuk na ndihmon, nuk na favorizon që të kemi fëmijë të xhairit. Kështu janë dorëzuar. Shohim problemet e fëmijëve, edhe janë dorëzuar, kanë lënë këtë pjesë fare. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Edhe kjo është gabim. Dhe është problem i madh. Përkundrazi duhet kemi, domethënë, të kemi shpresë të madhe se do kemi fëmijë të xhairit. Edhe duhet bëjmë përpjekje. Dhe ata që përpiqen, i ndihmon Allahu. Allahu thot në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpiqen, ne do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Do t'i udhëzojë Allahu me vepra të mira, do i forcoj Allahun në fe, do i mbaj Allahun në fe. Unë po përmend një çështje tjetër që është ngjashme me këtë. Ka njerëz që devijojnë edhe dalin nga feja, po. Ka njerëz që e humbin mund fund të jetës, po.
A duhet ta kemi shqetësim që ndrueshmëri në fe? Po. Po a lejohet që njeriu të humbë shpresën, të thotë që shikoj, meqense ka ca njerëz që devijojnë, edhe lën rrugën e Zotit, edhe ne do devijojmë, me humbë shpresën e le fare rrugën e ahiretit. Ky njeri ka koncept sakt fetar? Jo. Përkundrazi, duhet shpresojnë se do ketë qëndrueshmëri deri në vdekje dhe duhet që të përpiqet fort. Përmirësoj shpirtin, përmirësoj zemrën dhe të kryej detyrat, të ruhet në gjunahet, ta ketë shqetësim për fundimin e mirë dhe të vazhdojë rrugën e ahiretit. Ka thënë Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, Allahu i lartësuar e ka bën ligj, e ka bën rregull, që kush përpiqet e mban në rrugën e tij derisa të vi vdekja. Edhe të njëjtën gjë unë e them për fëmijët. Kryesisht, në qoftë se prindërit do përpiqen për edukimin e fëmijëve të hajrit, do i begatojë Allahu i lartësuar me fëmijë të hajrit. Mirë, po duhet kemi parasysh gjithë ato që përmenda pak më parë. Sakrificë, përpjekje, interes, marak. Të kemi shqetësimin më të madh ahiretin e fëmijës. Në qoftë se ne do i kemi gjitha këto, atëherë ne do kemi mundësi të madhe inshallah taala që të kemi prindër të hajrit. Në lidhje me fëmijët, gjendjen e fëmijëve, unë do t'i ndaja prindërit në disa kategori. Sipas konstatimit tim, në 3 kategori. Prindër që janë kategoria e parë, prindër që janë përpjekur për edukimin e fëmijëve dhe kanë pas sukses. Alhamdulillah. Kjo është kategoria e parë. Kanë fëmijë të hajrit. Kategoria e dytë. Prindër që i kanë lënë pas dore fëmijët. Janë treguar pa përgjegjshëm. S'janë kujdes fare për ahiretin e fëmijëve, për edukimin e fëmijëve me fe, ose e kanë lënë pas dore. Edhe çfarë ndodh? Këta prindër që janë pa përgjegjshëm, kryesisht fëmijët nuk i kanë të hajrit. I kanë me probleme. Janë bërë shkaktar këta prindër për dobësinë që kanë fëmijët e tyre, ose për devijimin e fëmijëve të tyre. Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë, po të shohësh problemet e fëmijëve, në shumicën e rasteve do të konstatosh që shkaktar është prindi. Këtë ka thënë në librin Tuhfatu al-Mawdud fi Ahkam al-Mawlud. Ibnul Qayyim ka jetuar para rreth 8 shekujve. Edhe kanë konstatuar këtë çështje. Mos mendoj kush se ky është thjesht një konstatim i imi. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an për edukimin e fëmijëve, për mbrojtjen e fëmijëve nga zjarri i xhenemit. Kjo do të thotë që ne kemi mundësi ta zbatojmë këtë detyrë. Profeti ne ka urdhëruar për këtë çështje. Kështu që ne kemi mundësi ta bëjmë këtë. Dhe kategoria e tretë e prindërve janë përpjek për edukimin e fëmijëve. Kanë sakrifikuar, janë interesuar, kanë bërë sa mundet, por nuk kanë pas sukses. Janë sprovuar. Këta janë të justifikuar. Dhe ka prindër të tillë. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an tregimin e Nuhut alayhi salatu wasallam që u sprovua me djalin e tij. Allahu i Lartësuar ka treguar në surën Al-Ahqaf: "Walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalat al-qurun min qabli." Ka përmendur Allahu i Lartësuar për atë fëmijën që u thot prindërve të tij, të shëmtuar qofshi. Si më premtoni, si më njoftoni se unë do të ringjallem, do dal do paraqitem për Allahu subhanahu wa taala kur ka kaluar brezat se janë kthyer. Pra fëmijë që mohon ringjalljen. Ndërkohë që prindërit e tij thonë se ka përmendur Allahu i Lartësuar, "Wa'ilaka amin", i mirë i tij, beso, inna wa'dallahi haqq. Vërtet premtimi i Allahut i Lartësuar është i vërtetë, kështu që prindërit e tillë e ngushëllohen me këto pjesë të Kuranit, ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kuran. Ka prindër që përpiqen, janë përpjekur, vazhdojnë përpiqen, mirë po i ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala me fëmijët e tyre. Po bëjmë ja 5 minuta pushim inshallah dhe rikthehemi për të vazhduar inshallah taala me pjesën tjetër, me mësimin e fundit inshallah taala.